Miqtë Prizmës. Në Tiranë po mbahet një konferencë në 3 linja, po themi, po 2 linjat kryesore është 35 vjetori i bashkëpunimit me Këshillin e Evropës, 30 vjetori me Komisionin e Venecias, dhe pastaj reforma zgjedhore e cila sigurisht ka të reja. Por gjëja kryesore është pikërisht kryetaria e Komisionit të Venecias, e cila sigurisht tha diçka të rëndësishme shumë. Kjo është presidenti e Komisionit të Venecias, e cila thot qartë dhe pastër që Shqipëria ka bërë hapa të mëdha përpara në reformimin e gjyqësorit. Foli me superlativa dhe sigurisht bëri të qartë kjo Hana Shushowska, e cila vlerësoi madhore hapat e bërë nga Shqipëria drejt reformimit gjyqësorit. E thesoj se këtë qëndrime kanë shprehur qartësisht në opinionin e vitit 2016 për kushtonin procesin me Shqipërinë. Dhe deri tani janë bërë hapa gjigant. Ajo përgëzoi dhe njëkohësisht nxori pa idenë që pa ku diun ato që mund të quhen mundime ose sakrifica që duhen në këtë rast. Sigurisht si drejtësia ashtu edhe vendi futen në një lloj shterësimi, mungesë, privacione që i bëhen sistemit drejtësisë derisa ai të dalë aty ku duhet. Por fjala e saj ishte jashtëzakonisht entuziazmuese për hapat që kishin bërë përpara, dhe kjo i bie ndesh të gjithë marrëzive, aty ishin edhe opozita shqiptare, të gjithë marrëzive që dalin nga goja e Sali Berishës edhe nga goja e opozitës shqiptare për gjyqësorin, drejtësinë dhe reformën në gjyqësore dhe drejtësi, që ata e konsiderojnë të dështuar, e konsiderojnë të molepsur, bile ata para dyerve të gjykatave Sali Berisha thotë është edhe mafioze, është edhe kriminale. Por presidenti e Komisionit të Venecias, që ne, Komisionin e Venecias në Shqipëri, e kemi sistem referimi sepse nuk merremi vesh kurrë me njëri tjetrin. Pozita dhe opozita në Shqipëri sigurisht kanë nevojë për një palë të tretë, jo vetëm me Këshillin e Evropës, po kujtonin 35 vjetorin që i bien njerëzit nga atje. Po sidomos në çështjet e kushtetueses, sidomos në çështjet e kushtetueses, ju kujtohen faktet sa herë është çuar në Komisionin e Venecias elemente, dhe shumicën e rasteve ka humbur Sali Berisha dhe Partia Demokratike, por Komisioni e Venecias, ata a priori nuk mund të thonë që ti je një subjekt ose element i cili i shërben Edi Ramës. Se po ta thonë edhe këtë, pastaj është funi i botës. Po, mund mos ta thonë, por kështu në rangjet të dyta dhe treta poshtë, namaz edhe ata të korruptuar janë, edhe ata i shërben Edi Ramës. Por Komisioni i Venecias për këtë është përdorur gjithmonë. Është përdorur që ato mosmarrëveshje që kemi në drejtësi, në gjyqësor, e shumë pjesë të elementëve të reformës në drejtësi, shumë ngërse, i kanë shkuar që në mënyrë të qartë kur ka filluar reforma që në 2016. Komisioni i Venecias i është referuar, sepse sigurisht këtu mbetesh në ngërç. Dhe Komisioni i Venecias vjen sot me presidenten, e saj thotë, janë bërë hapa të mëdhej përpara me gjyqësorin, me drejtësinë dhe me reformën në përgjithësi. Dakord, miqtë e mi, ju tha dhe kjo gjë në sy. Në 30 vjetorin e marrëdhënieve tona të shtetit shqiptar me Komisionin e Venecias. Komisioni i Venecias nuk është asgjë tjetër, por dhe për vendet e tjera është një suport i cili sigurisht kur ka ngërçe të mëdha ligjore, kushtetuese në një vend, sigurisht Bashkimit Evropian, por edhe aspirant për Bashkimin Evropian në vende demokratike, ajo jep mendimin e saj, jep suportin e saj, jep ndihmën e saj në zgjidhjen e pikërisht këtyre ngërçeve dhe raporteve jo të mira që krijohen ligjërisht në vendet që aspirojnë për të bashkuar me Bashkimin Evropian. Kjo ishte e para. Tjetra që desha t'ju thosha ishte se sigurisht në këto raste bisedohet edhe në komisionet tonë parlamentar të zgjedhores. Një nga të rejat e mëdhaja ishte se komisioni do të ishte me numër të barabartë
midis opozitës edhe pozitës. Një lëshim i opozitës dhe një pranim i opozitës për të jetë numër. Edhe do të krahas numrit barabartë, do të ketë edhe përfaqësues nga partitë e vogla. Pra, reforma zgjedhore, e cila mund të ndërtohet edhe nga kërkesat tona, por kryesisht edhe nga vërejtjet që kanë bërë, jo vetëm Odhiri, po dhe ata të Këshillit të Evropës që kanë qenë këtu edhe që e dinë kush janë ngërçet e kush janë defektet që bëhen, për ta përsosur akoma më tepër, rënia dakord që të jenë barabar pozita me opozitën, është një nga ato elementet të cilët sigurisht e nxjerrin Shqipërinë në dritë të mirë, sepse jo gjithkund e pranojnë, të bile nuk e kanë pranuar askund që të ketë njësoj pozita me opozitën, por këtu e kanë pranuar, sepse në përgjithësi kanë pranuar që ato vërejtje dhe ato element që ndërkombëtarët kanë lënë, dhe një dy vërejtje të cilat i kanë të përbashkët, si Partia Demokratike, se edhe interesat i kanë të përbashkëta. Edhe zakonisht kur e kanë rënduar, kodin zgjedhor e kanë rënduar bashkë. Edhe s'kam pse mos të jenë bashkë prapë, pavarësisht se ndahen kur vjen puna kush fiton, zakonisht ikën Sali Berisha thotë mi vollën, por bashkë kanë bërë gjërat, sa herë kanë vendosur bashkë. Edhe kësaj radhe po bashkë kanë. Janë në numër të barabartë, do ta bëjnë bashkë dhe prapë do të ndahen bashkë, sepse dikush do të humbi dhe dihet se kush është cop tash për të humbur, por kryesorja është që kanë rënë dakord edhe duhet bërë kjo reformë zgjedhore, se janë ca elemente të cilët e shëmtojnë në mënyrë të jashtëzakonshme ligjin ton, kodin ton zgjedhor. E fundit, edhe që do zgjatet më tepër, është ndodhia e jashtëzakonshme midis koncesionarit të madh të aeroportit të Vlorës edhe raportit të çuditshëm që ka filluar midis Beqet Paçollit edhe Valor Ademit, dy njerëzve që kanë marrë përsipër koncesionarin për ndërtimin e aeroportit. Aeroporti ka shkuar në faza të tilla, ndarja midis njërit dhe tjetrit me përqindjet që tash s'po marr me shumë shqyrtim, ishte që pistën do ndërtonte Valor Ademi dhe infrastrukturën portuale aty të aeroportit, të gjithë infrastrukturën, që nuk është vetëm bën ndërtesën aty, terminali, po ka edhe shumë element tjerë, janë dhe rrugët, edhe shumë hyrje dalje, nesër, nuk e di, agjensit, biletat, nesër, gjëra të tilla, i kishte Beqet Paçolli. Ishte një vendim i marrë nga Edi Rama, lënia e këtyre, sidomos Beqet Paçollit, këtyre 2 milionerëve, për ta ndërtuar aeroportin e Vlorës, i cili sigurisht është një nyje strategjike, jo vetëm për jugun e Shqipërisë, por tash në kushtet e turizmit dhe zhvillimit, në kushtet e një koncesionari tjetër që është ishulli i Shazanit, sigurisht dhëndri i Trumpit, dhe një si Zvërneci, e bën akoma më të thekshme këtë gjë. Dhe pikërisht këtu ka ndodhur edhe përplasja e madhe midis dy kontribuentëve që kanë edhe koncesionare, dhe që është Paçolli sigurisht edhe Valor Ademi. Ai akuzon që në gjendje financiare të çuditshme, nëse duket, Beqet Paçolli është drejtuar një firme, po themi, gati offshore, po në Luksemburg, me rregullat e shtetit, e cila do t'i mulote shpenzimet edhe që në fundit pastaj bëhet ajo pronare. Dhe masaj firmet fshehen ruset. Dhe ai e nis për patriotizëm, por ndërkohë është e qartë grindja e madhe për përqindje dhe për mosmarrëveshje të jashtëzakonshme në ndërtimin e aeroportit dhe njëkohësisht mosmarrëveshje të jashtëzakonshme të cilët kanë të bëjnë pastaj edhe me një aeroport tjetër që është ai në Libi. Dhe normalisht këto mosmarrëveshje janë midis dy njerëzve të fuqishëm, të cilët morën përsipër të ndërtojnë aeroportin e Vlorës. Prokuroria e Tiranës ka hapur një farë mënyrë hetimin dhe portalet e ndryshëm, dikush kundra Paçollit, dikush pro Paçollit, botimet, dalja e Paçollit me Çimpegën. Këto janë punë që të shëmtojnë përgjithësi tash. Kur del me Çimpegën, do të tregosh që shiko, po shkoj lutem te nga ky krahës. Është njësoj si të shkosh ke zyra Sali Berishës.
Edhe ndërkohë ke dalë pak si i habitur dhe i çuditur nga zyra e Edi Ramës. Sulmet që bëhen për lidhje me këtë firmën e madhe të hapur dhe të mbyllur vetëm për të dhënë kredinë ose për të blerë borxhin, për të dhënë parate për të bërë ata pronar dhe mbas tyre rusët në Luksemburg sigurisht. Dhe elemente të tillë, pastaj pamfletet edhe hartimet e Paçollit në Facebook për të treguar bukshal dhe njerëz të tillë. Janë sjellje të dopta tipike shqiptarësh edhe milionerësh të një patriotizmi shqiptaro-kosovar. Në të vërtetë ato janë të dy edhe shtetet shqiptar. Dhe Paçolli dhe Valon Ademi janë shtetet shqiptar. Bile Valon Ademi ndisha mirë problemet, unë kam mbaruar edhe shkollën fillore dhe të mesme në Shqipëri. Kanë qenë ato kohë atëherë kur qëndronin një pjesë e LDK-s në Shqipëri. Ideja është e tillë, tash kur vjen edhe shkon puna edhe për patriotizëm, normalisht. Sepse milionerë tjerë për ta ndërtuar aeroportin e Vlorës kishte Shqipëria, kishte Kastratin, kishte Salillaret, kishte Bashkim Ulajn, kishte Zamir Manen, kishte edhe shumë e shumë tjerë të pasur, mbase jo si këto, po edhe si këto, sa të duash, ashtu që po ndërtojnë në Durrës, që po ndërtojnë në Vlorë. E gjitha afera këtu është pak më tepër se 110 milion euro. Ata po ndërtojnë 1 miliard, 1 miliard e gjys, 2 miliard. Nuk është se ju ka munguar para, por për patriotizëm, themon, dhe për dëshirët e Edi Ramës, i është dhënë Bexhet Paçollit. Sigurisht që është bërë mirë, që është dhënë. Por grindja midis dy personave, plasja e konfliktit edhe fillimi pastaj, jo vetëm nga Kosova, po dhe këtu, ti të bësh qeverinë tonë fajtore për këtë punë, kur aty ka grindje midis partnerësh, kjo është një, sepse gati del sikur duan t'ja marrin investimin Paçollit, ja marri kush qeveria shqiptare është koncesionare, do japi lekët. Çfarë do t'i marrin? Do nxjerrë jashtë, ajo e ftoi. Këto tash janë marrëzirat që i bën rrjeti. Jo se po çan kush kryt për çfarë shkruajnë në Facebookut, edhe që jo vetëm Facebooku i njerëzve kot, edhe atyre që mund të kenë edhe background politik mrapa, për shembull vetvendosje, janë shumë portale kosovare që nga anti-Bexhetit tash i bëhen pro-Bexhetit. Janë marrëzirat e një shoqërie kosovare në turbullime sipër. Po edhe këtu ke ne, që s'din asgjë, që në fundit është marrëdhënie midis dy partnerëve shqiptaro-kosovar, po themi, në biznes, që po ndërtojnë sigurisht një investim të jashtëzakonshëm qeverisë shqiptare me parat e shqiptarëve. Dakor, me parat e shqiptarëve. Dhe kjo tash nuk të vjen ere mirë. Jo vetëm ere mirë, po as besnikëri, as raporti mirë patriotik, asgjë. Sidomos pamfletet e Paçollit, edhe noshta edhe akuzat për rusë edhe patriotizma anti-rus të atij Valonit, që nuk e di sa mund të jenë të vërteta. As kërkush nuk e di se kush janë këto të vërteta. Edhe ndërkohë që Pregoria nuk interesojnë as rusët, as se si shkojnë partnerët të keq me njëri tjetrin. I duhen mos prishen letrat, se nëse ka një element koncesionar që nuk duhet të jenë parat e tjera kujt jashtë. Edhe kjo është thyrje. Edhe këtu, nëse do të jetë e vërtetë tu, me të vërtetë atëherë duhet parë mirë historia e Bexhet Paçollit, jo me interesin i diun se ku i marr parat, jo, ka një rregull, ti nuk mund i marrësh parat për të pru një pronar tjetër, për të bërë një koncesionar, sepse koncesionari do të marrë lek vazhdimisht, dhe sidomos ka dhe kushtet tilla që edhe kur ti nuk punon do të paguaj pare shteti shqiptar. Dhe dini se çfarë koncesionari është. Duhen pak parë në më të vëmendshme rrethanat e një koncesionari të tillë. E në këtë pikë duhet ndaluar. Dhe ajo që mund të them unë është pa ditur në themel element të tillë, një gazetar mund të ndërhyjë, po jo të di mirë ligjërisht punët. Nga njerë shesin mend gazetarët e bëjnë sikur janë investigatorë që kanë djenit jashtëzakonshme të dhënave juridike dhe ekonomike dhe financiare, sikur janë ata bankierët, e sikur janë ata ekonomistët, e sikur janë ata arkitektët, e sikur janë. Fusin unë, gazetarët e kanë sakon të bëjnë specialistin. Për gjithçka, po nëse është detyra e tyre për të zbuluar, kjo tash bjerë jo e mirë. Prisha me disë partnerëve dhe kalimi në efekte politike e shkatron punën. Efekti politik pastaj duhet zgjidhë problemin.
sepse Shqipëria nuk mund të futet në për rrjetet e gjyqjeve dhe të metet pa aeroport. As të arbitrazheve që sigurisht pastaj del edhe me humbje. Dhe kjo është një punë e keqe, sepse sigurisht faji është që e jep këtyre njerëzve. Për çfarë? Për çfarë i duhesh dhënë njerëzve të tillë, të cilët duke dashur të bëjnë keq njëri tjetrit ose nuk janë të ndërgjegjshëm ose të sinqert me njëri tjetrin, në partneritetin e tyre, në bashkëpunimin e tyre, i bëjnë keq edhe Shqipërisë. I bëjnë keq edhe qeverisë shqiptare që ju beson për të ndërtuar një aeroport. Megjithse, ajo që thot Paçolli është kjo, që unë pothuaj kam ndërtuar të gjithin. Kam derdhur paratë e mia, gjërat e mia. Por çfarë keni, kështu që lehni bile e thot atë fjalë, që bëni si çfarë ke. Por çfarë syje? Ajo dorëzohet në kohë. E megjithatë, këto janë ato që kanë dalë. Dhe duke dalë, duke bërë zhurmë, dhe duke pasur një denoncim, dhe duke filluar një procedim prokuroria, është edhe drejta jonë të arsyetojmë kur nuk ka transparencë, kur nuk dihet se si kanë shkuar punët, dhe për më tepër ajo që është themeli i falsifikimit disa firmave. Paçolli thot bile, është një valon tjetër aty që ishte administratori i Vegjël Paçollit, ka vendosur një firmë e cila sigurisht është e dëmshme. Edhe këto janë pastaj marrëdhëniet që duhen bërë. Dhe për ne është interes i madh të dihet që nuk bëhet pronar një huaj, dhe për më tepër nuk mund bëhet pronar një element i cili pastaj ka akuzë të mëdha. Gjithmonë Paçolli është akuzuar për rusizmin e tij, po jo në mënyrë a priori do ta besojmë, a kupton? Por për ne është e rëndësishme që jo një huaj, sepse kështu janë ligjet e koncesionarit duke ne, dhe e dyta, absolutisht një rus. Dakord miqtë mi?